me opozitën shqiptare, me demokratët e vërtet, edhe sa do vazhdojnë të tallen. Po ku e shikon lidhjen opozit-protest? Asgjëkundi. Shikon që Asgjëkundi, këtu ke një njeri që del dhe thot ta mbështesni protestën dhe nuk dëgjon që protesta thot Rama në burg, Berisha në burg. O vlla, po thon dhe për ty në burg. Edhe është shtesa opozite shitur në fund. Po, bravo. Do me thënë këtu është absurditeti më i madh vlla që ndodh. Do me thënë, unë të them ty i shitur tërkon, dhe ti del dhe thua mbështesni Laertin. Ama, po është gjuna, mo pse tallen me këtë popull, mo pse tallen, mo sinqerisht. Sinqerisht, mo. Mua më vjen keq për ata njerëz që dalin aty, demokratët e vërtet që ende i besojnë dhe nuk kuptojnë që janë mashtruar, kanë kaq vite që mashtrohen. Mo vlla. Nuk ka dal njeri të thot më fal për 97-ën. Nuk ka dal njeri të thot më fal për Gërdecin dhe e dini shumë mirë kush duhet të dalë. Po për kundrazi shqiptarët në 2005-ën. Si? Amnistuan shqiptarët vetëm në 2005-ën. Unë kam qenë me një gazetar, do të them një episod personal. Kam qenë me një gazetar të Reutersit, me një trajnim vite më parë, dhe ishte viti diku 2008. Kemi qenë në Bruxelles 2008-2009. Dhe thot kush është kryeministri, nuk i ndiqte në zhvillim e Shqipërisë. Po, patjetër. Edhe i them unë është zoti Berisha. Edhe u habit. Tha si ka mundësi, tha, ai ka bërë 97-ën dhe unë kam qenë në Shqipëri, tha. Në 97-ën dhe shqiptarët tha thoshin ta vrasim, ta bëjmë etj. I thash unë ka fituar votat, edhe më tha tekstualisht, jeni popull i çuditshëm. Patjetër. Atë po them. Ka absurditet. Pra nuk është problemi tek ai, mendoj unë, është problemi. Jo, mor jo. E amnistuan, e falën. Është problemi të ndërgjegjja jonë civile. Këtu është problemi. Unë s'po të them që qeveria në fuqi nuk ka gabime. Sa të duash, mo vlla. Do flasim dhe për atë, po duhet të marr protesta opozita të ndalim me të qeveria. Po në rregull, po tani dëgjoj, e di si është ky mua, shiko, ai del dhe thot, kam 850.000 vota, mo vlla. Njerëz që më besuan mua, tani ju më thoni ik. Ku të vete? Edhe i ka. Po atëre, mirë, nëse ikën, duhet të marrim me vete këta të 850.000 dhe t'i heqi. Kështu i bie. Dëgjoj, demokracia, që për mua, është, jo për mua, Sokrati, i cili piu konium, në kohën e demokracisë së artë të Perikliut në Athinë këtë kundërshtoi. Dhe tha nuk mund të jetë vota ime e barabartë me një njeri po i quajt parë si mua. A e besoni këtë demokraci? Pra, çdo vot, një njeri një vot. Shumë bukur. E votuat. Lëreni. Të vinë votimet e tjera dhe votoni. Jo kur vinë votimet, vini me autobus të paguar dhe sa do marrun, jo. Ja po ta them unë kush është problemi i shqiptarit në votime. Pse e shet votën 50 euro, mo vlla? Se e shesin 50 euro. Ja dikush 500. Ta themu sa ta shesësh votën, mo. 1.000 euro muaj, 12 muaj ka viti, 12.000 euro. Her 4, 28.000. Vënë një bonus plus 2, shite votën 50.000 euro. Do shosh, do blien më votat? Një person 50.000 euro. Do shosh, bëj llogarin tani. Në qoftë se të duhen 1 milion vota. Qoftë se të duhen 1 milion vota, ty me 50.000 euro, pra është e pamundur të blien. Atere, nëse do e shesësh, e mos e shit për bukën e gojës. Dhe këtu është problemi. Problemi është që shiten për 30 aspra. Por Juda, me ato 30 aspra, unë dërgjejsua. Shkoj bleu një tokë dhe është ajo që quhet pema e Judës, që diku nga Marsi çel ato lulet vishnje, dhe u varë. U vetë varë. Atere, në qoftë se ti e shit për 30 aspra, jo, nuk ke asnjë të drejtë të shkosh dhe të qollosh policin e rendit. Se po ta bëj atë në Amerikë, ekzekutohesh në vend. Pra kur themi jemi me Amerikën, si kur je me Amerikën? Kur je me Amerikën? Te filmat, te Hollywoodi, ku je me? Po je me Amerikën, provoje ti të godasësh një punonjës të rendit në Shtetet e Bashkuara dhe e shef ç'pëson. E pra,
Do me thënë, kur jemi popull ne? Pse ata nuk janë popull, ata s'kan familje. Ata nuk punojnë për një rogë që të mbajnë fëmijët dhe kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri. Ti më vjen pasi ke mbaruar aktivitetin tënd apo të janë mbyll ca aktivitete ande nga jashtë, edhe më del si jam aktivist. Aktivist i kujt? Aktivist i lëndëve të ndaluara. Aktivist i trafikut njerëzor. E pra, do me thënë, është fatkeqësi të dish. Është ngelesh pa gjumë natën. Është i bekuar ai që nuk di asgjë. Po unë nuk kam parë njerëz që nuk din asgjë aty. Nga ata që flasin. Jo, kam parë njerëz të cilët shifini. I keni në foto, i keni me projekte, i keni, jo, janë thjesht pak kënaqur sepse inati është që, ore, pse ju keni fut kaq në xhepa dhe ne s'kemi fut të njëjtën sasi? Ne, po ka dhe njerëz idealistë atje. Pa tjetër, unë pikërisht të po të them, më vjen keq për ata idealist që i kanë marrë peng këta të tjerët, ish kandidat partive të vogla që s'kanë mundur të... Tani, do të rregullosh diçka? Po, këtu jam dakord. Ti e di shumë mirë, kemi folur. Unë bëra një shfaqje shfaqjen e fundit që bëra. Ti bën shumë teatrin tim. Jo, në Athinë, ku përplasa me agimin e ardhe forcat e ekstremit të djathtë, ose më erdhi një ftesë nga partia që mori pushtetin dhe më vun kandidat. Thashë, na duhesh për këtë polemistin që je. Siç thosh edhe Artur Zhej djes pas. Ndri fshyrti artiku është. Çështja është që në qoftë se ti do të ndryshosh, po, e di ku është një nuk po e quaj urrejtje, po është një popullore, do me thënë është një trazim, turbullim popullor, do me thënë që diçka nuk shkon. Te listat e mbyllura. Ndryshoj këtë gjë vëlla. Është pjesë. Listet, unë kam vite që e them, listat hapura. Po, si Kosova, Laert Vasili, Arbër Hitaj, këta të dy, kush voton? Jo, votojnë partia dhe sipas numrit rendor ti vë njerëzit. Sepse pastaj je në dilemë dhe ngelesh vetëm ti që flet. Dhe 3-4 të tjerë. Me të tjerë tallet populli. Se janë gjysmat analfabet. Dalin dhe thonë për 100.000, 300.000, 200 milion dhe 7, do me thënë 77-22, e të gjithë këta, e kupton nga të tëra anët, nuk po flas nga një anë. Ndryshoj këtë gjë, vlla, dil me listat hapura. Futësi. Dil me listat hapura, vlla. Vë Laert Vasili përballë Arbër Hitajt dhe në qoftë se e merr Arbëri, bravo i qoftë, se e merr Laerti, hiqi kapelen. Mos më dil pastaj qa është? Më falë tani se më kuj... Ore, botrori mbaroj. Me tifoz. Është Arapi zi këtu. Jo. Do fitoj më apo jo. Po. Nuk janë. Këta no. Do me thënë, më kujtohet Leka Zogu atere kur erdi... Këta nuk e njojnë Shqipërinë. 97-ën. Bravo, që bëri marshimin atere dhe tha do bëj ishte i veshur dhe me ushtarake dhe na erdi do me thënë do bënde grushteti. E fitoj, referendumin. Atere, në qoftë se do... se mbajnë mëndë, për pak historik shumë. Po, në qoftë se do të bësh grushteti... Por nuk e lanë ndërkombëtarët. Edhe humbën jetën disa njerëz. Pa tjetër. E pra, kjo është shumë e rëndësishme. Humbën jetën disa njerëz. Pash sot tek lajmet, një punonjës së rendit, që i kishte kafkën e qarë dhe i rritë dhe gjak. I gjakosur. E dish do me thënë kjo. Ta bësh këtë në Amerikë, dish do me thënë. Amerika është me ne. Jo, Amerika nuk është me ty për të bërë ti këto çuditëra. As Evropa dhe as Amerika nuk është me ty. Në këto. Sepse ti nuk ke... Ambasadat amerikane bëri thirrje mos shkoni se mund të kthehet edhe. Faleminderit shumë. Pikërisht pra këtë po them. Faleminderit që po ma nënvizon. Sepse ti në qoftë se pretendon që të arrijen disa marrëveshje, për shembull, pensionet. Njerëz që kanë punuar jashtë, unë i pari, kam punuar 20 vjet në Athinë. Do dalë në pension vëlla dhe dua të më quhen ato vitet e Athinës.
siç të tjerëve duan të quhen vitet e Italisë, apo të Kroacisë, apo të Gjermanisë, apo Ku janë? do të arrijen këto marrëveshje, ulu dhe bizeto. Dhe ti nuk ke eksklusivitetin e të vërtetës, mo vlla. I këti se dua unë. Do me thënë? Përjashtohet dikush nga kuvëndi. Dhe shkon të çaj dyer të futet me zor. Jo pra, se po përpiqemi të shkojmë drejt dialogut. Ndryshe, se cili le të marrë kallashin që kanë në shtëpi, se ende vazhdojnë të kenë armë pa fund shqiptarët në shtëpi, të dalin në vllavrasje, të vrasin njëri tjetrin, edhe welcome back to the future, 97-a. Lart, je për të kthyer këtë lëvizje në parti politike dhe për të futur në sistem apo jo? Parti politike me kë? Ata që janë. Si ata që janë? Një prej tyre që ishte mori PD-ja, një aktore. Unë nuk e njeh shumë, Po. të jemi sinqert me ty. Po. Po gjithsesi disa elemente i mori, po ka elemente të tjerë mund të bëhet një